çamërisë, gjithë pjesën e Greqisë qendrore deri në Athinë, se në Athinën e administruan gjermanët pastaj. Megjithatë, ndërkohë, në Athinë u ndërtua një qeveri, siç e thatë dhe ju, kolaboracioniste, kukull, ose siç quhej në atë kohë, emrin fakt e ka marrë nga ai lideri nazist në Norvegji, Quislingu, edhe të gjithë qeveritë e tilla quheshin qeveri Quislinge. Edhe e tillë ishte edhe në Greqi. Dhe është e çuditshme pse grekët ose opinionin përgjithësi që qoftë edhe në Shqipëri nuk e thekson këtë fakt. Ndërkohë që paralelizmi është fare i qartë. Atje ishte një qeveri pa dëshirën e popullit grek, ishte një qeveri që në mos bashkëpunëtore të paktën ishte nuk i nxirrte probleme gjermanëve. Megjithëse faktet kanë treguar që ato i ndyn duart me gjak shumë më tepër ndoshta se qeveria shqiptare në Tiranë. Apo jo. Kemi pogrome të miratuara nga qeveria greke, kemi akte të tjera në mbështetje të gjermanëve me masakra ndaj popullsisë civile në ishut greke pa edhe Greqinë kontinentale, të gjitha me miratimin e qeverisë qendrore që ishte greke. Ka qenë generali i ushtrisë greke, Çollakov Glui, i cili sot kuptohet njihet me një konotacion negativ në historiografinë zyrtare greke. Dhe habia më e madhe është pse puntohet kaq shumë dhe theksohet kolaboracionizmi shqiptar, ndërkohë që kolaboracionizmi shqiptar si ishte as më shumë as më pak, ndoshta më pak, sesa kolaboracionizmi nga Norvegjia deri në Greqi.